Nga të ardhurët e siguruar nga shtëpi zarinore të rinjtë Akt for Shkodra, ndërmorën një gest domethënë solidaritetit, duke ardhur në ndihmë të një nëne në vështirësi të thellë ekonomike me 2 fëmijë të mitër në fshatin Dragosh të Postripës. Çdo ditë në shtëpi zarinore ishte për këtë moment. Të ardhurat e mbledhura shkojnë për këtë familje në nevojë. Kjo është rinia që vepron. Gjatë muajit dhjetor ne përgatitëm produkte të ëmbla dhe produkte të kripura, të cilat i shitëm pranë shtëpisë zarinore dhe qytetarët patën mundësi që t'i blejnë ato dhe të kontribuojnë sadopak për këtë familje në nevojë që ne shumën që mbledhëm e dorëzuam sot. Për një muaj rresht, Rinjtë Akt for Shkodra kontribuon në shtëpisë zarinore duke munduar për me mbledh çdo ditë më shumë fonde. Dhe këto fonde ne vendosëm që sot i çojmë në një familje në nevojë, pikërisht në zonën e Postripës. Janë momente të tilla që e bajnë punën tonë rinore edhe gjithmonë personalisht në bajnë për me kujtu se sa bukur rinia, edhe janë këto momente të cilat në një farë mënyrë neve na shpërblejnë gjithë punën tonë. Ftojmë të tanë të rinjtë të Shkodrës që të kontribuojnë sa më shumë në për aktivitete të tilla, mënyrë që të tanë të ndihmojmë njëri tjetrin. Për një Shkodër më të mirë dhe për një rini gjithmonë edhe më të bashkuar. Ky gjest human shoqërohet me mbështetje institucionale konkrete. Bashkia Shkodër ka rifutur familjen në skemën e ndihmës ekonomike, ka përfshirë fëmijët në programe sociale dhe në bashkëpunim me donatorë dhe organizata partnere po punon për të garantuar ndihmë të mëtejshme për përmirësimin e kushtet të banimit.